Këtu nuk jemi vetëm duke përkujtuar një ngjarje, jemi këtu duke përkujtuar e më shumë duke vlerësuar kuraju, guximin që kanë pasur këto njerëzit. Besoj që akoma sot ne kemi nevojë për njerëzit guximtar, sepse akoma sot kemi nevojë të luftojmë për lirin, luftojmë për dinitetin e njeriut. Akoma sot kemi shumë ngjarje në të cilin liria e njeriut është e shkelur. Kemi nevojë të marrim guximin e tyre për të luftuar për liri, për demokraci. Ky është një moment për të reflektuar, edhe për të medituar, edhe për të çuar në mend një nënor të përbashkët të krishterëve edhe muslimanëve të Shkodrës, që bashkarisht pa asnjë lloj dallimi, dorë për dorë e krah për krah, shënuan atë që unë thash edhe në hutben e ditës së xumah në xhaminë e Plumit, atë që është ngjarja më e rëndësishme e shekullit për ne. Edhe besoj se ajo që ka ndodhur në këtë nënor të para 35 viteve është pa asnjë dyshim dhe pa asnjë më dyshje ngjarja më e rëndësishme e shekullit, sepse njerëzit përzgjodhen me u nda një herë për gjithmonë nga ajo që e përmendi edhe Monsignori, nga dhuna, nga ekstremizmi, nga terrori, nga komunizmi, nga një mënyrë e përshtypnume e të abuzuar me drejtat edhe liritë e njerëzve.